Dashuria mund të marrë një drejtim të ri për këto shenja. Ka periudha kur dashuria duket se ndjek ritmin e zakonshëm dhe asgjë nuk ndryshon shumë. Por astrologjia tregon se disa momente mbajnë një energji të veçantë që mund të ndryshojë mënyrën se si ndjejmë dhe kuptojmë marrëdhëniet. Kjo periudhë mund të sjellë një kthes të papritur për disa shenja të zodiakut. Një bisedë që hap zemrën, një takim i papritur ose një moment reflektimi mund të bëjë që ndjenjat të marrin një drejtim të ri. Universi ndonjëherë krijon situata që na bëjnë të kuptojmë më qartë se çfarë duam dhe çfarë kemi vërtet nevojë në një marrëdhënie. Për disa shenja, kjo mund të jetë një periudhë ku dashuria fillon të shfaqet në një mënyrë krejtësisht të re. Gaforia. Energjia e kësaj periudhe mund të të bëjë të reflektosh më shumë për ndjenjat dhe për mënyrën se si lidhen ato me njerëzit që janë të rëndësishëm për ty. Një situatë e vogël mund të të ndihmojë të kuptosh më qartë se çfarë kërkon në një marrëdhënie dhe cilat janë emocionet që dëshiron të ndash me dikë tjetër. Mund të ndodhë një bisedë e sinqertë që hap një kapitull të ri ose që krijon më shumë qartësi mes teje dhe një personi që ka rëndësi në jetën tënde. Energjia astrologjike sugjeron se kjo është një periudhë ku ndjenjat mund të shprehen më lirshëm. Nëse i dëgjon emocionet dhe nuk i fsheh ato, mund të kuptosh se dashuria po merr një drejtim më të thellë dhe më të sinqertë. Luani. Kjo periudhë mund të të vendosë përballë një momenti ku ndjenjat dhe dëshira për të ndërtuar diçka më serioze bëhen më të qarta. Një situatë që lidhet me një person të veçantë mund të të bëjë të reflektosh për mënyrën se si dëshiron të zhvillohen gjërat në të ardhmen. Energjia e kësaj kohe favorizon sinqeritetin dhe guximin për të shprehur atë që ndjen. Një bisedë e hapur mund të krijojë një atmosferë më të fortë besimi dhe mirëkuptimi. Nëse vepron me zemër të hapur dhe nuk ke frikë të tregosh emocionet, mund të shohësh se një marrëdhënie fillon të marrë një drejtim më të qëndrueshëm dhe më të qartë. Peshorja. Kjo periudhë mund të sjellë për ty një moment ku marrëdhëniet bëhen më të rëndësishme dhe kërkojnë më shumë vëmendje. Një situatë e papritur mund të të bëjë të reflektosh për balancën mes ndjenjave dhe realitetit të përditshëm. Energjia astrologjike sugjeron se është një moment i mirë për të analizuar se çfarë dëshiron vërtet nga një lidhje. Një bisedë e sinqertë mund të krijojë një kuptim më të thellë mes teje dhe një personi që ka rëndësi në jetën tënde. Nëse i kushton vëmendje detajeve dhe reagimeve emocionale, mund të kuptosh se një marrëdhënie po fillon të marrë një drejtim më të qartë dhe më të qëndrueshëm. Akrepi. Energjia e kësaj periudhe mund të sjellë një intensitet emocional që të shtyn të shohësh më thellë ndjenjat e tua. Një situatë që lidhet me një person të veçantë mund të të bëjë të kuptosh se disa emocione janë më të forta nga sa mendoje. Kjo nuk është domosdoshmërisht një ndryshim i menjëhershëm, por mund të jetë një moment ku fillon të kuptosh më qartë drejtimin që dëshiron të marrë një marrëdhënie. Energjia astrologjike favorizon sinqeritetin dhe reflektimin. Nëse e dëgjon intuitën dhe nuk i shmangesh emocioneve, mund të kuptosh se dashuria po merr një dimension më të thellë dhe më të sinqertë. Peshqit. Kjo periudhë mund të sjellë një atmosferë më romantike dhe emocionale për ty. Një moment i papritur mund të të bëjë të reflektosh për mënyrën se si ndjenjat ndikojnë në vendimet që merr. Mund të ndodhë një situatë që të kujton rëndësinë e lidhjeve emocionale dhe të komunikimit të sinqertë. Energjia astrologjike sugjeron se është një moment i mirë për të dëgjuar zemrën dhe për të kuptuar se cilat ndjenja janë më të rëndësishme për ty. Nëse i kushton vëmendje sinjaleve që vijnë nga njerëzit përreth, mund të kuptosh se një marrëdhënie po fillon të marrë një drejtim më të bukur dhe më të thellë. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe na thuaj mendimin tënd. Për këtë video, shkruaj në koment fjalën dashurinë nëse mendon se kjo periudhë mund të sjellë një ndryshim në jetën tënde emocionale. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet.
Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.